Komisioni Zonal i Administrimit Zgjedhor me numër 18 në rrethin e Burqizës ka nisur shpërndarjen e bazës materiale për procesin zgjedhor të 11 majit, si kutit me materiale zgjedhore, fletët e votimit, vulat që do të përdoren nga komisionet e qendrave të votimit, vulat me kodet e sigurisë e të tjerë. Sipas kryetarit të KZAZ-s numër 18 të rrethit Burqis, Kujtim Kërkuti, bën me dije se procesi i shpërndarjes së bazës materiale të zgjedhjeve të 11 majit për rrethin e Burqizës ka nisur pa probleme për 49 qendra të votimit që i përkasin këtij rrethi. Ndërkohë ai u shpreh se janë plotësuar të gjithë dokumentacionet për komisioner që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Ne si KZAZ numër 18 kemi bërë gati bazën materiale për shpërndarjen në qendrat e votimit. Siç e shihni edhe vetë ju, të gjithë baza materiale që të shkojnë në qendrat e votimit është gati. Kemi përgatitur gjithë dokumentacionin shoqërues në bazë të udhëzimeve që kanë nxjerrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Njëkohësisht janë në gjendje të gatshme dhe sipas standardeve të vendosura nga KQZ të gjithë qendrat e votimit, ka energji elektrike dhe të gjitha mjetet janë të pasura dhe të pajisura me bazë materiale, tavolina, karrike dhe gjithçka që duhet për ditën e nesërme. Gjatë kësaj kohe janë marrë të gjitha vendimet e komisionerëve për qendrat e votimit, ndryshe nga zgjedhjet e tjera. Këtë vit kemi vendimin për komisionerët e sigurisë, të cilët do të operojnë në qendrat e votimit. Edhe këto vendime janë marrë, deri tash nuk kemi asnjë largim të komisionerëve. Të gjitha ato vendimarrje janë marrë me shumicë të votave. Gjithmonë çdo komisioner në përputhje me kodin zgjedhor dhe udhëzimet e nxjerrë nga KQZ.